Misioni i këtij eventi është që t'i japi vëmendje gruas shqiptare në mbar shqiptarinë. Jo vetëm në Elbasan, jo vetëm në Shqipëri, por gjithashtu nga diaspora, nga Kosova, janë bashkuar këtij eventi Miss Mama. Dhe në fakt ne kemi menduar se kemi sjell një kulturë të re në fushën e artit për sa i përket, sepse kur më parë nuk ka ndodhur, kemi domethënë në realitet, gruaja shqiptare kur s'ka hipur në skenë të performoj për të nxjerrë bukurinë e saj të jashtme dhe të brendshme. Po, ka qenë e vështirë për ty që ti mblidhje dhe sa kanë qenë pjesë e këtij edicioni të dytë, duhet thënë. Po, edicioni i dytë. Vitin e kaluar ishte edicioni i parë, solla në Teatrin Skampa të Elbasanit, qytetin tim, dhe këtë vit përsëri ishim në Teatrin Skampa të Elbasanit. Vjet ka qenë paksa e ngurtë për të bërë zonjat pjesëmarrëse, sepse ishte diçka që vinte për herë të parë. Por që u mirëprit pastaj bukur, pasi e përcollën nëpër media, pasi u kuptua mesazhi i këtij eventi që nuk ishte vetëm një sfilat, por ishte një mision për t'i dhënë vëmendje gruas shqiptare, për t'i dhënë asaj motiv që jeta vazhdon dhe vitet kalojnë dhe shpirti mbetet i ri dhe ne mbetemi dhe bukuria nuk ka mosh. Dhe këtë vit më bën përshtypje dhe pjesëmarrja, sepse kemi pas nga Kosova, Shqipëria, diaspora, më trego pak më tepër për zonjat që patën interes. Po, këtë vit ka qenë më e gjerë pjesëmarrja. Zonjat ishin të moshës 30, 40, 50, 60 deri në 72 vjeç. Kemi pasur zonja 72 vjeçare të cilat ishin pjesë e këtij projekti dhe kam marrë falenderime nga këto zonja që kanë qenë të kësaj moshe të tretë sepse janë ndjerë shumë të motivuara.